Në Durrës ndihet shumë mungesa e gjelbërimit, se gjithandej është bërë beton. Është ky refreni i qytetarëve në Durrës. Një ndër problemet shqetësuese për qytetarët është mungesa e hapësirave të gjelbërta. Kjo lidhet me problematikën për moshat e treta dhe fëmijët. Është një çështje e cila është larg vëmendjes institucionale. Pushteti vendor ndër vite ka investuar pak ose as pak për këtë çështje. Lulishtja që ndodhesh dikur në mazoleumin e dëshmorëve u zu nga subjektet private. E njëjta gjë ndodhi edhe tek lulishtja në lagjen 17 bashkë me lulishten 1 Maj. Edhe sheshi Liria që dikur ishte me lule u hoq të u vendosën pllaka mermeri në vend të tyre. Të njëjtin fat pësoi dhe lulishtja pranë Torës veneciane, edhe ajo në hyrje të portit. Janë këto disa nga kujtimet që qytetarët i lidhin me hapësirat publike në qytet. Durrësi është një nga qytetet me densësi më të ulur të gjelbërimit në vend e rajon, duke bërë mjaft të ndjeshëm temperaturat e larta dhe ndotjen e ajrit nga automjetet dhe punimet në rrugë. Kështu mbjellja e pemëve dhe krijimi i një parku të gjelbur është kthyer në domosdoshmëri për qytetin bregdetar, banorët dhe vizitorët e shumtë të tij.